Augusto parkoi makinën në hyrje të vilës dhe buzëqeshi teksa pa buqetën me trëndafila të kuq në sediljen e pasagjerit. 48 trëndafila, një për çdo muaj që njihte Alicën. Pranë luleve, një kuti e kuqe në formë zemre mbante gjerdanin me diamante që kishte porositur 3 javë më parë. Ishte një surprizë. Alice mendonte se ai ishte në mbledhje deri në mbrëmje, por Augusto kishte anuluar gjithçka për të bërë atë që duhej ta kishte bërë prej kohësh, ti kërkonte për martesë gruas që donte. Ai zbriti nga makina me kujdes duke balancuar lulet dhe kutin. Dielli I pasdites vonë ngjyroste fasadën e vilës me tone të arta. Gjithçka dukej perfekte, gjithçka ishte në harmoni. Derisa dëgjoi britma. Zëri I Alicës çau ajrin si një thik. Augusto u vrei. Nuk ishte e mundur. Ajo nuk mund të ishte Alice. E fejuara e tij nuk bërtiste kur me atë zemërim. Ai ecte ngadalë drejt cepit të kopshtit, prej nga vinin zërat. Ajo që pa ja përmbysi stomakun. Alice qëndronte në këmbë me xhaketën e saj me kuadrate të përsosur, flokët kafe të lëshuara dhe drejt. Përballë saj, e gjunjëzuar në tokë, ishte Lvia, kopshtarja. Vajza kishte dhe në fytyrë, në krah dhe në uniformë. Ajo përpiqej të mbrojej me duar ndërsa Alice I hidhte më shumë dhe. E pa aftë, nuk vlen për asgjë, bërtiste Alice me përçmim. Të thash të krasisje trëndafilat nga ana lindore, jo këta. Je budallaqe apo e shurdhër? Lvia u përpoq të ngrijej, por Alice e shtyu fort nga supi. Qëndro aty, nuk kam mbaruar. Zëri I Lvies doli I dridhur, një pëshpëritje, më falni, zonja Alice. E kuptova gabim. E kuptove gabim? Alice qeshi me mizori. Ti kupton ndonjë gjë? Shiko veten, duke nuhatur dhe unë me këto rroba të shëmtuara. Je patetike, një kopshtare patetike që as punën e vet nuk di ta bëj. Këmbët e Augustos u drodhen. Buqeta I rëshiti nga dora dhe ra mbi bar. Alice ktheu kokën nga zhurma dhe syt I zgjeruan. Për një çast të shkurtër, Augusto pa diçka që nuk e kishte parë kur më parë në fytyrën e gruas që donte, frikë. Frikë se ishte zbuluar. Augusto, tha ajo me një zëkrej tjetër, të butë, të rrem. Çfarë po bën këtu? Nuk do vije më vonë? Ai nuk arriti të përgjigjej. Syt e tij shkonin nga Alice te Lvia, ende e gjunjëzuar, duke u dridhur. Dashuri nuk është ajo që po mendon, tha Alice duke ju afruar me duar të shtrira. Augusto foli ftohtë, të dëgjova gjithçka. Alice puliti syt dhe mendja e saj dukej se kërkonte me shpejtësi një rrugdalje. Ne po bënim shaka, apo jo, Lvia? Vështrimi I Alicës ishte një kërcënim I heshtur. Po, zotëri Augusto, tha Lvia me zë të ulët. Ishte vetëm shaka. Augusto e dinte që nuk ishte shaka. Ai u largua nga përqafimi I Alicës dhe tha, harroje surprizën. Dhe u largua, duke lënë lulet në tokë. Pyetja I rëndonte në mendje, kush ishte në të vërtet Alice, gruaja elegante që njihte apo një maskë e bukur? Ditët që pasuan, Augusto filloi të vërente detaje që më parë I shpërfillte. Tonin e Alicës me kuzhinieren, vështrimet e saj për shoferin, komentet e mpreta të maskuara si shaka. Një javë më vonë, ai u kthye herët dhe dëgjoi Alice duke thyer kuzhinieren. Zemërimi I tij u rrit, por ai vendosi të vëzhgonte më shumë. Çdo herë që kthehej papritur, gjente Alicen duke treguar fytyrën e saj të vërtetë. Me të ishte e ëmbël, me punëtorët ishte mizore. Lvia gjithmonë ulte kokën, si dikush që priste goditjen e radhës. Një pasdite, Augusto foli vetëm me Lvian. Ajo, me frikë, pranoi se Alice e poshtëronte çdo ditë dhe e kërcënonte. Ajo nuk kishte ku të ankojë, sepse ishte e varfër dhe kishte prindër të sëmurë. Unë të besoj, I tha Augusto. Ai vendosi të instalonte kamera sigurie. Netëve, shikonte regjistrimet dhe shihte mizorinë sistematike të Alicës. Nuk ishte rastësi, ishte sadizëm. Alice kërcënonte Lvian, e manipulonte dhe e friksonte. Augusto e ndali videon me duar që I dridheshin nga zemërimi. Kur kishte prova të mjaftueshme, ai e përballi Alicen. Fillimisht ajo mohoi, pastaj e justifikoi sjelljen e saj dhe në fund hoqi maskën. Ajo pranoi se nuk e kishte dashur kurrë, por vetëm pasurinë e tij. E kërcënoi se do ta shkatëronte me thashë theme. Alice u largua nga shtëpia me inat duke premtuar hakmarrje. Dhe ajo e mbajti fjalën.
Thashë themet u përhapën, miqt u larguan, reputacioni i Augustos u lëkun. Megjithatë, shtëpia ishte më e qetë pa të. Një ditë me shi, Lvia hyri në zyrën e tij për ta falënderuar. Ajo tregoi se Alice i kishte sabotuar intervistat për punë, duke e mbajtur të bllokuar. Ajo rrëfeu ëndrrën e saj, të hapte një dyqan lulesh. Augusto e admiroi dinjitetin e saj. Ai i ofroi një rritje rroge, por Lvia refuzoi, duke thënë se nuk donte bamirësi. Ajo donte respekt dhe drejtësi. Augusto e kuptoi se para tij nuk ishte vetëm një kopshtare, por një grua e fortë, e ndershme dhe me dinjitet. Në atë moment, Augusto ndjeu se, edhe pse kishte humbur një iluzion të madh, kishte fituar diçka më të vlefshme, të vërtetën dhe mundësinë për të qenë një njeri më i drejtë. Ai ishte i lirë dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, e dinte se liria kishte një çmim, por edhe një kuptim. Ai pshertiu lehtë dhe e vështroi drejt. Je një njeri i mirë, shumë i mirë, por ju nuk më njihni vërtet. Ju njihni kopshtaren që kujdeset për kopshtin tuaj, jo mua. Ajo u kthye për ta përballur. Nëse doni vërtet të më ndihmoni, më trajtoni si një person normal, jo si një viktim që ka nevojë të shpëtohet. Me këto fjalë, ajo u largua, duke e lënë Auguston vetëm me mendimet e tij. Ai nuk kishte njohur kur Dik Silvia. Dik që refuzonte parat për parim, Dik që zgjidhte dinjitetin përpara rehatis. Alice nuk do ta kishte bërë kur këtë. Alice do të pranonte çdo gjë që vinte falas. Në ditët që pasuan, Augusto ndoqi këshillën e Lvies. Filloi ta trajtonte si çdo person tjetër. E përshëndeste në mëngjes, e pyeste për kopshtin, flisnin për gjëra të thjeshta kur takoheshin. Gradualisht, Lvia u hap. Ajo tregonte për fëmijërinë e saj në fshat, për mënyrën si kishte mësuar të kujdesej për bimët nga gjyshja. Fliste për prindërit, për të atin që kishte qenë shofer autobusi para goditjes në tru, për nënën që dikur bënte byrekët më të mirë të lagjes para se diabetit i merrte forcën. Augusto zbuloi se Lvia lexonte shumë, sidomos romane të vjetër, se i pëlqente të gatuante kur kishte kohë dhe se ëndërronte një ditë të vizitonte kopshtet e Versailles. Ishin biseda të thjeshta, shpesh në kopsht ndërsa ajo punonte. Augusto ulej në një stol pranë dhe e vështronte teksa krasiste, mbilte, u iste. Ishte e çuditshme, por ato momente u bën pjesa më e mirë e ditës së tij. Një pasdite, zonja Rosa solli kafe për të dy në kopsht. Faleminderit, zonja Rosa, buzëqeshi Lvia. Me kënaqësi, bi. Të dy duhet të ushqeheni. Kur zonja Rosa u largua, Augusto vuri re diçka. Ti e quan zonja Rosa. Ajo të quan bi. Lvia ngriti supet. Kemi kaluar shumë kohë bashkë në këtë shtëpi. Kur zonja Alice më bërtiste, zonja Rosa ishte ajo që më ngushëllonte më pas. Ajo është si një nën e dytë për mua. Nuk i kam vënë re kur këto lidhje, tha Augusto. Ju ishit i zënë, duke punuar, duke u kujdesur për bizneset. Është normale të mos i shihni. Nuk është normale. Është neglizhencë. Lvia ndaloi se krasituri dhe e pa drejt. Ju jeni shumë i ashpër me veten. Ndoshta duhet të jem. Para se të thoshte diçka tjetër, telefoni i Augustos ra. Ishte Jonas, shoferi. Zotëri, zonja Alice është te dera. Do të flas me ju. Stomaku i Augustos u shtrëngua. Thuaj që nuk jam këtu. Ajo ju pa përmes xhamit dhe po qan. Augusto mbylli syt për një çast. Lvia e vështronte në heshtje. Lëre të hyj. Ai u ngrit. Më fal, Lvia, duhet të zgjidh diçka. E di, tha ajo me një zë neutral, por sytë e saj fshenin diçka që ai nuk arriti ta kuptonte. Pa çfarë. Ai e gjeti Alicen në sallon. Ajo duke i ndryshe nga hera e fundit, pa grim, me sytë e fryrë nga të qarat, flokët të lidhur pa kujdes. Kishte veshur rroba të thjeshta, pa luksin e zakonshëm. Augusto, u ngrit ajo sapo e pa. Faleminderit që më prite. Çfarë do, Alice? Kam ardhur të kërkoj falje. Ajo bëri një hap drejt tij me duart e shtrira. Kam gabuar. Kam gabuar për gjithçka. Augusto kryqëzoi krahët. 3 javë më parë the që nuk më kishe dashur kur, që isha vetëm një pasaport për një jetë të rehatshme. Gënjeva, lotët i rëshitën në faqe. E thash nga inati, sepse ndihesha e rrethuar, por nuk ishte e vërtetë. Unë të dua. Gjithmonë të kam dashur.
Dhe punonisit, edhe ata I do. Alice uli kokën. E di që kam gabuar me ta. Kam gabuar shumë, por mund të ndryshoj. Më jep një shans. Augusto e pa gjath. Një pjesë e tij donte ta besonte. 4 vite kujtimesh nuk zhdukeshin brenda natës. Por pastaj I erdhën në mendje pamjet e Elvies e gjunizuar në tokë, zonja Rosa e quajtur e padobishme, gjithë mizori. Nuk të besoj, Alice. Të lutem, Augusto. Të pash ashtu siç je dhe nuk mund ta harroj. Alice ndryshoi qëndrim. Të qarat pushuan pa pritur. Pra është për shkak të saj, apo jo? Kopshtares. Çfarë po thua? Kam sy. Të shoh që kalon më shumë kohë në kopsht me të. Lvia është punonjëse e shtëpisë sime, asgjë më shumë. Alice buzëqeshi me një mizori të ftohtë. Unë e di si funksionojnë këto gjëra. Dil nga shtëpia ime, Alice. Do të dal, tha ajo, duke marrë çantën. Por mos harro, kjo nuk ka mbaruar. Para se të largohej, shtoi me një ton helmues se kishte zbuluar gjëra për familjen e Elvies. Kërcënimi mbeti pezull në ajër. Në javët që pasuan, Alice nuk u shfaq, por prania e saj ndiej. Thashethemet vazhdonin, kontrata u anuluan, artikuj shpifës u botuan. Një mëngjes, Lvia nuk erdhi në punë. Augusto u shqetësua dhe shkoi në shtëpinë e saj. E gjeti me sy të skuqur nga të qarat. Prindërit e saj ishin keq dhe nëna kishte nevojë për një operacion urgjent. Kur Augusto ofroi të paguante, Lvia refuzoi. Nuk jam bamirësi, tha ajo. Kam krenari. Po e le krenarin të vras nënën tënde? I shpëtoi nga goja. Ai kërkoi falje menjëherë. Pas një bisede të gjatë, ai propozoi një hua. Ajo do t'ia kthente kur të mundej, kur dyqani I saj I luleve të funksiononte. Pas shumë hezitimesh, Lvia pranoi. Operacioni ishte I suksesshëm. Me kalimin e ditëve, diçka ndryshoi mes tyre. Ata kalonin më shumë kohë bashk, duke folur, duke qeshur. Një pasdite, ajo I mësoi Augustos si të mbillte një jasemin. Gjërat më të mira në jetë kërkojnë kohë, I tha ajo. Kur ai e pa lulen e vogël të mbjell, ndjeu shpresë. Ai e kuptoi se po mbillte jo vetëm një bim, por edhe një të ardhme të re. Lvia ndaloi së punuari, por nuk u kthye. As unë nuk u ktheva. Atëherë pse po largohemi nga njëri tjetri? Sepse kjo është gjëja e duhur për t'u bërë. Po kush e vendos çfarë është e drejtë? Ajo më në fund u kthye dhe e pa drejt në sy. Augusto, unë nuk jam budallaqe. E di çfarë po ndodh. Zonja Alice po të ndjek, po përhap gënjeshtra, po përpiqet të shkatërroj. Dhe unë jam pika jote e dobët. Nëse ajo arrin të provojë se ka diçka mes nesh, ajo fiton. Por nuk ka asgjë mes nesh ende. Ende? Lvia mori frym thellë. Augusto kaloi dorën nëpër flok, I dëshpëruar. Nuk dinte si ta shpjegonte. 4 vite të jetës së tij I kishte kaluar me dikë që nuk e kishte dashur kur, dikë që gënjente, manipulonte, përdorte njerëzit. Dhe tani kishte gjetur Lvian. Dikë të vërtetë. Dikë që refuzonte paran për parim, që mbillte jasemina dhe besonte te e ardhmja. Si të mos dashurohej? Ju nuk jeni I dashuruar me mua, tha ajo bull. Ju jeni I dashuruar me iden time. Vajza e thjesht e kishte trajtuar nga e fejuara e keqe është një histori e bukur, por nuk është reale. Atëherë më trego çfarë është reale. E vërteta është se kam frikë. Lvia bëri një hap drejt tij, frikë të besonte dhe të lëndohej. Frikë të përdorej sërish. Frikë të zgjojë një ditë dhe të zbulonte se gjithçka kishte qenë gënjeshtër. Ashtu si me zonjën Alice. Unë kur? Ju nuk jeni si ajo. E di këtë. Por frika nuk është racionale, Augusto. Nuk I bindet logjikës. Ai shtriu dorën ngadalë dhe I preku fytyrën. Lvia mbylli sytë. Më jep një shans, përshpëriti ai. Një shans për të provuar se ajo që ndjej është e vërtetë. Për një çast të gjatë, askush nuk lëvizi. Pastaj, Lvia hapi sytë. Nuk mundem. Jo për sa kohë që punoj për ju. Atëherë je e pushuar nga puna. Ajo hapi sytë e habitur. Çfarë? Je e pushuar. Që nga ky moment nuk je më punonjësja ime. Kjo është çmenduri.
Po, por të paktën është një çmenduri e ndershme. Ai buzëqeshi. Mund të fillojmë nga e para. Pa hierarki, pa pushtet. Vetëm 2 njerëz. Lvia qeshi, pavarësisht vetes. Ju jeni i pamundur. E di. Dhe tani? Duhet të punoj. Do të hapësh dyqanin tënd të luleve. Me çfarë parash? Me paratë që do të investoj si ortak. Jo si hua, jo si bamirësi. Si partner biznesi. Ajo e shikoj gjallë. Je serioz? Nuk kam qenë kur më serioz. Pas një heshtjeje të gjatë, ajo foli, kam një kusht. Cilin? 50% janë të mia. Nuk pranoj të jem partnere minoritare. Augusto buzëqeshi me respekt. Dhe para se ai të reagonte, Lvia u ngrit në majë të gishtave dhe e puthi. Ishte një puthje e butë, plot pyetje pa përgjigje, por kur u largua, në sytë e saj kishte shpresë. Mos thuaj asgjë, i tha ajo. Thjesht le ta shijojmë momentin. Ata qëndruan në kopsht ndërsa dielli perëndonte. 2 njerëz që kishin gjetur diçka të papritur mes kaosit. Por lufta ende nuk kishte mbaruar. Alice nuk qëndroi duar kryq. Në hije, ajo planifikonte goditjen e fundit. 3 javë më vonë, Augusto mori një ftesë për një darkë gala në restorantin më ekskluziv të qytetit. Mikpritësi ishte një mik i vjetër. Duket si kurth, tha Lvia. Me shumë gjas është. Atëherë pse do të shkosh? Sepse nëse fshihem, Alice fiton. Do të vi me ty. Dhe ajo shkoi. Në mbrëmjen e darkës, Lvia ishte e mrekullueshme. Fustan blu i errët, flok të lirshëm, elegancë e thjeshtë. Augusto mbeti pa fjalë. Je e bukur. Është hua, tha ajo nervoze. Në restorant, tha shethemet nisën. Pastaj, dritat u zbehan. Alice u shfaq në skenë. Një video nisi të luhej. Një montazh i rrem, i manipuluar për ta paraqitur Lvian si oportuniste. Publiku u trondit. Lvia u zbardh në fytyrë. Unë nuk e kam thënë këtë, përshpëriti ajo. Augusto u ngrit. Mjaft. Ai tregoi të vërtetën. Video reale. Regjistrime. Kërcënime. Poshtërime. Manipulim. Avokati hyri. Dokumente. Dëshmi. Policët erdhën. Alice Miranda, jeni e arrestuar. Ajo u largua duke bërtitur, duke u zhdukur nga jeta e tyre për gjithmonë. Salla shpërtheu në duar trokitje. Kam mbaruar, tha Augusto, duke përqafuar Lvian. 6 muaj më vonë, Alice ishte dënuar. Augusto kishte shitur vilën. Kishte bler një shtëpi më të vogël me një kopsht të madh. Lvia u shpërngul tek ai, por ruajti pavarësinë e saj. Prindërit e saj u shëruan. Dhe ëndra u realizua. Jardini i Lvias u bë realitet. Një dyqan i vogël, plot ngjyra, jetë dhe shpresë. Një mëngjes pranvere, Augusto u shfaq me një tufë jaseminash. Për pronaren e luleve. Janë nga jasemini ynë, tha ai. 2 vjet kishin kaluar. Më vonë, ai i dha një çelës. Çelësi i serës son të re. Pastaj, disa muaj më vonë, ai u gjunjëzua mes luleve. Dua të mbjell më shumë jasemina me ty, të kaloj jetën duke mësuar të jem më i mirë pranë teje. Do të martohesh me mua? Po, përshpëriti ajo mes lotëve. Në qiellin që erësoi, mes luleve dhe aromës së jaseminit, ata u puthën, të sigurt se gjërat më të mira në jetë kërkojnë kohë, por kur vinë, ja vlen çdo pritje.